Adem Hoxha, Adem edhe Hoxh, mi u bashku një partije shqiptare, është ma mirë me shku të lista serbe, edhe ndryshe thonë pëse mirë atere një serb, mi u bashku vetë vendoshe, si zotin e Nadrashic, e qenë ka kesh një pjeshtari, një paki që mi u bashku e partive shqiptare, unë ju bojthire gjithë deputetve, e të komuniteteve, bashkëpunojnë me partitë shqiptare, me gjitha, e pra dhe ne jem të hafur për ta. E se dallimi është se zotri Hoxha ka qenë pjesë e grupit parlamentar të listës serbe. Ndërsa në Nadrashic është i lindur prej nane e babëve serb. Edhe Adem Hoxha i ka fëmin shkojnë në shkollë Shqip në Prizren. Na mujmë tash mi avlon listë serbe, ose me që këtë në Beograd, edhe mujmë me afro kënej, edhe kuptohet me funu me shqiptarë. Që është deputet i zgjedhur, ata që janë të zgjedhur në Kosovë, mbas ligjeve të Kosovës, respektojnë ligjet e Kosovës, ma mirë është me integruna. Pra, si do të fiton të Kosova, a ma shumë me shkue Ademi me listën serbe, apo me dikon shqiptarë. Se ka punu për Radojqiqi? Për kam punu Rashiqi, ose Rakiqi, ose i tjere. Radojqiqi? Të gjithë kam punu për kanë kandesh deri sot, edhe punojnë ende, po nëse Adem Hoxha i bashkohet një grupi parlamentar që gjithë janë UÇK, a ma mirë kënej, a me shku atje. E vetë një gjë është, po, që ka o keqë që s'ka punu me Kurti në kësa here, nështë të me pashku atje i shkoni mirë. I shkoni serbi mirë si Ivanovici, që ka vra shqiptar e o bo Europë i Kurtit. Fëmijat edhe besaj taleancës, po e të opozitës, është që të fillon me punë, pra, seanca, që i bjen edhe të deputetet të japin betimin, të kalojmë këto etapat në proces, nuk ka arsye me mbet, pra e bloku me seanca, edhe me u vënu prapë. Që i vjetë do të votoni, apo? Qëllimi është i opozitës, mos me pengu e qënë për para të konstruimit seancës.